Që edhe ne jemi shpër gjatë gjithë kohës, mos nxitoni, merrni kohën e dur, keni 6 ditë dispozicion. Ka shumë maturantë që e shfrytëzojnë të periudhë mbas edhe për të mirë informuar për programet që duan të përzjedhin, sepse është diçka e tillë që, siç e kam thënë, në momentin që bën aplikimin nuk mund ta çbësh më, nuk mund ta kthesh mbrapsht. Një pjesë e tyre që janë akoma të pasigurt, presin mbas edhe disa ditë për të konsultuar, për të pyetur, për të marrë më shumë informacione, pasi është zgjedhja e jetës, do thoja, dhe mjaftojnë të kenë kohë. Domethënë, nuk kanë asnjë pengesë deri ditën e shtunë për të bërë këtë aplikim, kështu që le të marrin kohën e dur, dhe kur të jenë sigurt ta mbyllim portalin. Gjithsesi, ata mund të aplikojnë, mund të hedhin portali i rihapur dhe aplikimi i rihapur gjatë gjithë kohës. Ata mjafton që të jenë disa preferenca dhe nëse nuk janë sigurt, mund të presin disa ditë për ta mbyllur aplikimin. Aplikimi mbyllet mbasi i ke bërë përzgjedhjet, qofshin 1, qofshin 10, unë do t'i këshilloja që të përzgjidhin gjitha ato mundësi që i jepen, sepse ka nga ato maturantë të cilët mendojnë që duan të bëjnë vetëm një program studimi, po në bazë të rezultateve që kanë ose konkurrueshmërisë ndërmjet maturantëve të tjerë, nuk arrin dot ta fitojnë atë degë dhe pastaj ngelen pasi degë fituese në raundin e parë, kështu që do thoya që le të hedhin të 10 degët. Qofshin ato që kanë preferencë të parë, po qofshin ato që nuk janë më pak preferuar për ta, por që edhe mund të fitohen. Pra, aplikimi bëhet një herë. Ka ndonjë detaj që maturantët duhet ta kenë parasysh ata që nuk e kanë